Me shumë interes dhe vëmendje ka filluar gjykimi për rastin e tragjedisë në Koçan. Me deklarata tronditëse dhe të detajuara, prokurori Borçe Janef nga Prokuroria Themelore Publike e Koçanit e arsyetoi procedurën e aktakuzës për tragjedinë në diskotekën Puls. Janevi theksoi se nuk mund të pranohet teza se përgjegjësinë duhet ta mbajë vetëm ai që ka qenë në detyrë në momentin e fatkeqësisë, duke theksuar se lëshimet kanë qenë sistematike dhe të përsëritura për vite me radhë. Prokurori në fjalë theksoi se që nga themelimi i klubit deri në ditën e zjarrit nuk ka pasur kurrë sistem mbrojtjeje nga zjarri apo ndonjë lloj mbrojtjeje. Gjyqtarja Diana Gruevska-Ilievska para fillimit të seancës së parë theksoi se do të kërkojë disiplinë nga të gjitha palët dhe të pranishmit në sallën e gjyqit, duke nënvizuar se për çdo shtyrje të panevojshme do të pasojë sankcion. Prindërit e viktimave ndërkohë kërkojnë drejtësi në mënyrë që një tragjedi e tillë të mos ndodh më kurrë. Përndryshe, në zjarrin që shpërtheu në diskotekën Puls në Koçan më 16 mars, jetën e humbën 63 persona dhe mbi 200 të tjerë u plagosën.